Lidhja e Lezhës do të marshonte në 3 grupe. Forcat e Lek Dukagjinit do të lëviznin së bashku me repartet venedikase nën komandën e shkodranit arbër Nikol Moneta. Këta do të kalonin përmes pyllit të jonimajve. Grupi i tretë nën komandën e Gjergj Kastriotit do të marshonte rrotull malit të Kurbinit për t'i dalë Ballabanit nga jugu. Në urdhrin e Skënderbeut, të 3 formacionet do të konvergjonin në Krujë duke rrethuar armikun plotësisht. Teksa Skënderbeu marshonte përmes maleve, ju raportua një ushtri e re osmane që po i bashkohej rrethimit. Kjo drejtohej nga Jonima, vëllai i Ballaban Baderës. Kastrioti veproi menjëherë. Ai ndau ajkën e ushtrisë, rreth 1500 kalorës, dhe u zuri prit vargut të osmanëve.